Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 11, vargje 37 dhe 44 apo 44. Nëse mund shkojmë në Bibla tona. Luka 11, 37 dhe 44. Dhe ndërsa Jezusi po fliste, një farise e ftoi për drekë në shtëpinë e vet, dhe ai hyri dhe zuri vend trez. Dhe fariseu çudit kur pa se Jezusi nuk u la përpara drekës. Dhe Zoti i tha: "Tani ju farisejt pastroni të jashtmet e kupës dhe të pjatës, ndërsa brendësinë tuaj e keni plot me grabitje dhe ligësi. Të pamend. Ai që bërë janë e jashtme, vallë nuk bëri edhe të brendshmen, por jepni si lëmosh atë që është për brenda dhe çdo gjë do të jetë e pastër për ju. Por mirë ju, o farisejnë, sepse ju paguoni 10 e ryzës, të mendrës dhe çdo barishtaje, dhe pastaj janë shkaloni gjyqin dhe dashurinë e Perëndisë, dhe këto duhet t'i bëni, dhe ato të mos i lini, pas dore pra t'i bëni dhe ato. Mirë ju, o farisejnë, sepse ju doni vendet e para ndër sinagoga dhe përshëndetjen e përsheshe. Mirë ju skribë dhe farisejnë, hipokrit, sepse jeni si varre që nuk duken dhe njerëzit që ecin si për tyre nuk e din." Kjo është fjala e Zotit për ne sot. Ajo është e vërtet e pagabueshme, autoritet plotë, ndaj ta presim sot atë si të tillë. Tema për sot është rreziku i fetarizmit. Rreziku i fetarizmit. Herën e tjetër pam çështjen e shikimit, ishte çështja ose problematika apo rreziku i mos shikimit. Sot do kemi që lidhet me këtë është çështja e pastrimit. Çështja e pastrimit. Por kur nuk shef mirë, duhet me rregullu s'pari çështjen e shikimit, sepse kur ke problem çështjen e shikimit, mund të kesh problem edhe çështjen e pastrimit. Pra, nëse dikush shkon edhe nuk shef shumë mirë, shkon me la faqet ose me bë diçka dhe nuk shef shumë mirë ose është në rrësirë të ikin dritat në banjo, mund të lash, po duke mos pa, mund ta lash në shkuma, në pas dham, shtu të buza, në gjë, sepse kur nuk shef mirë, ka mundësi edhe shumë mirë nuk shef më u pastru. Gjëja e parë që unë ju them fëmijëve, se unë jam marakli pastrimit. Gjëja e parë që unë ju them fëmijëve sapo hyjnë brenda në shtëpi, e para që ju them thot ose para buke apo edhe mas buke, i them ai ke la durt? Kalon nga banja, laj durt, pastaj hajde në kuzhinë. Dhe nga një herë mirë bëjmë, është mirë që bëjmë këtë, sepse fëmijët prirën, edhe të rritut nga herë, por në veçanti fëmijët prirën të mos jenë të kujdesshëm ndaj higjienës. Pra janë harrojnë, janë të lutë me jashtë me shokët e tjerë, vinë me entuziazëm, ata direkt ulën tavolinë bukës, sepse janë harraq. Por në historinë që do shikojmë sot, Jezusi nuk harroi me la durt. Nuk harroi. Dhe as nuk ishte i shkujdesur si një fëmijë që ndaj pastërtisë apo higjienës, nuk ka se po lente të masdore higjienën apo pastërtinë. Por ai me qëllim, me qëllim e injoroi këtë rit dhe nuk i lau duart para ngrënjes. Me qëllim. Dhe jo shpjegojmë. Sepse kjo nxjerr në pa, ky veprim i Jezusit nxjerr në pa farisejt dhe skribët dhe fetarizmin e tyre thatë e të vdekur. Fetarizmi apo njerëzit fetar, apo njerëzit që mendojnë që janë besimtar, që mbështeten në veprat apo në ritualet fetare, që mendojnë që janë besimtar, ata kanë shumë vështirë din besim, dhe në fakt njerëzit për t'u arritur, më vështirë për t'u arritur mund gjillen janë ta njerëz. Me kartur thot, njerëzit që janë më të vështirë për t'i kthyer në besim, i kthen Perëndia, po kam fjalën nga ana njerëzore, janë ata që mendojnë që janë krishterë. Ata kanë një paftësi, njerëzit fetar, kanë një paftësi për të shikuar çfarë duhet, apo thelbin, dhe kanë një aftësi e kundërve një re. Njerëzit fetar kanë një aftësi për të shikuar çfarë nuk duhet, apo thelbin, dhe kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të parë gjëra të vogla dhe të parëndësishme. Kjo histori nuk është rastësisht këtu. Çfarë dihet ka pse është kjo histori këtu ku është? Pse Luka në ndrejtimin e Shpirtit Shenjtë, në frymëzimin e Shpirtit Shenjtë e tregon këtë histori këtu? Sepse historia nuk fillon këtu, po fillon më herët atë ditë në mëngjes kur Jezusi dëbojtë një demon apo shëroi një memec, vini në vargun 14, shëroi një memec
që ishte i pushtuar nga një demon. Një Mehmet që s'kishte folur kurrë, një shpirt që ishte i burgosur në atë trup, e banit lirë. Dhe ata e panë, gjithë ta farisejnë, gjithë të popull, gjithë turma, gjithë grupi e panë duke bërë vinin e krerët fetarë, dhe ky farisej që e ftoi për drekë pa Jezusin duke bërë këtë mrekulli dhe ata nuk ja dedikuan Perëndis dhe Jezusit të mrekulli, por thanë ky është nga djalli. E shikuan Jezusin nuk bën mrekulli, por nuk shikuan kush është Jezusi dhe ku i takon ose i atribohet mrekullia. Shikuan keq. Dhe në pasazhin që pa më herën tjetër, Jezusi jep mësim dhe u foli për çështjen e shikimit. Vini re vargje 33 dhe 36 që folëm herën tjetër. Ai foli jo për syrin fizik, patjetër syri fizik jep, dhe këta farisejnë nuk ishte mungesë dritet. Këta kishin dritë gjithandej, ishte duke parë birin e Perëndis, shkëlqimin e lavdisë Perëndis, e nuk kishin mungesë dritit apo faktësh. Ata nuk kishin problem me shikimin fizik, por kishin vështirësi apo problem me shikimin, me dallimin, me perceptimin, me syrin e tyre shpirtëror, me syrin e pastër, me syrin e vërtetë, me syrin e kthjellët, që jep dritë gjithë trupit dhe ndriçon gjithë personin, thot Jezusi më lart. Por fetarizmi ka këtë veçanti, fetarizmi ka këtë veçanti, që thash edhe përpara, që të verbon ndaj asaj që duhet shikosh, dhe të bën shikosh çfarë nuk duhet shikosh. Ka këtë aftësi fetarizmi. Të bën të flasësh për çfarë duhet, për çdo gjë që çfarë duhet të bën të flasësh dhe nuk të bën të flasësh apo nuk lejon të flasësh për çfarë duhet apo të trajtosh apo të marrësh e të flasësh për ato gjëra që janë me rëndësi. Të verbon për të vërtetën. Fetarizmi të kthen në hipokrit, të kthen në aktor. Të kthen në aktor, hipokrit është mu heq qasje. Mu heq qasje është aktor. Kjo fjala me vujnë me marrin mask, i kej mask një herë si dhe shumë pastaj sa të vinë këto vend maskën që më përshtat vendit ku je. Fetarizmi, hipokrit të bën të kuptosh, pra të ka këtë aftësi, mos kuptosh gjërat e rëndësishme dhe thelbin atë gjërave të Perëndis, por të jetë një aftësi të çuditshme që të mësosh edhe të sillesh edhe të kërkosh sillesh siç pritet prej tjerëve, dhe të kënash shikimin e tjerëve, të imitosh tjerësh, të dukesh të bësh me shikimin e tjerëve, të bësh sa përsyer faqe për tjerë. Dhe problemi i njerëzve fetarist dhe hipokrit është nëse i zbulon, i kupton dhe ja u thua, ja u tregon, shiko, kjo është sjellje fetariste, hipokrite, jo e vërtetë, jo e pëlqyeshme për Perëndin, në vend që të pendohen dhe të kthehen dhe të marrin qëndrim pranues, bëhen armiq, zemërohen, bëhen edhe kundërvijën dhe bëhen kundërshtar. Vini re, vargjet 52 edhe 53. Jo, më falë, 53 dhe 54. Por ndërsa ju fliste atyre këto gjëra, është duke i shërtuar, duke i thënë pra që jeni hipokrit, që nuk shikoni gjanë e dur, që jeni të papastër në zemër, pavarësisht se pastroni nga jashtë. Por ndërsa ju fliste atyre këto gjëra, skribët dhe farisejnë filluan të zemërohen, nuk thonë, faleminderit Jezus që na ndriçove, faleminderit që na ndihmove me ne kuptu sa ke qemi, filluan të zemërohen shumë dhe të sulmojnë edhe me shumë me pyetje, duke ngritur kurthe, dojnë me kap. Nuk janë qëllimir, nuk janë pranues, dhe duke kërkuar ta kapnin diçka prej gojës tij që ta akuzonin. Njerëzi kthehet fetarizmi kundër apo zemërohet kundër përgjigjet kur nuk është një zemër pranuese. Dhe për Krisht kjo histori e vend këtu tregon apo ilustron atë që tha Jezusi më lart, që këta krerë fetar, edhe pse shikojnë, ishin të verbër totalisht, krejtësisht, kanë dritë, por s'kan dallim. Dhe nuk shikojnë. Luka tregon këtë pra për të ilustruar këtë ftesë, këtë rast konkret, në fakt e përshtat Shpirti i Shenjtë. Jezusi aty ishte aty, por kam fjalën tregot aty për të vërtetuar me shembull atë që ka thënë sa vargje më lartë. Edhe në pjesën e parë nga dy pjesët që do shohim sot, në vargje 37 dhe 41 do shohim natyrën e fetarizmit. Natyrën e fetarizmit, ose karakteristikat natyrën.
Vinjëri e thotë, dhe ndërsa Jezusi po fliste këto gjëra, në fakt aty origjinal është ndërsa Jezusi po mbaronte sfoluri, sa ka mbaru, sa ka thënë se ka treguar këtë për ditën, sa ka mbaru, një farise që ishte ka pa dhe mrekullin, ja ka atributja dhe ka dëgjuar duke folur për dritën, një farise parash. Thot një farisent ishin njerëzit më të shenjtë fetarisë të kohës, farisët do thot i ndar veçmas, i shenjtë, i ndar veçmas, ndryshe nga tjerë, nga populli që janë popull në këten, veçmas ndar, edhe në atë kohë në Izrael ishin 6.000 tillë farisej. Një farisej shenjtë, i ndar veçmas nga ata që e marrin veten për të shenjtë. E ftoi për drek, fjala këtu aristao, për drek. Hebrejt hanin 2 vakte kryesore. Hanin dreken apo mëngjesin vonë nga ora 11 ose edhe pastaj hanin darkën, ata shkonin punonin, nuk hanin mëngjes, delin herë dhe punonin sa delte drita. S'kishin kohë gatuar dhe ktheheshin hanin dreken nga ora 11, pastaj delin punë dhe pastaj hanin darkën para se të përndu dhe kaq 2 vakte. Është mirë, është e shëndetshme, më mirë 2 se më shumë. Nga ora 11 e drekës, ky farise e fton Jezusin për darkë, por nuk e fton Jezusin për drekë, por nuk e fton për ta nderuar apo për ta ushqyer mirë, por më shumë ata që lexuan vargun 54 për të ngritur një kurth apo për ta kapur me fjalë apo me veprime Zotin Jezus dhe pastaj ta akuzonin. Edhe një nga gjanat e para të natyrës fetarizmit është kjo. Fetarizmi vdes për rituale, për shtesa, për ceremoni, bën këtë fotë shteja këta rregulla këtë bën këtë kështu, vdes për rituale. Vargu 30. Dhe fariseu e ftoi Jezusin dhe u çudit, u trau maks, u dramatizoi fariseu kur pa që thot kur pa. Kur e ka shëruar Jezusi ky nuk e pa atë gjën kryesore, kush është Jezu Krishti, biri i Perëndisë që bën mrekulli, që dëban demonet, edhe mësimin më sipër që e tha, nuk e kuptoi, nuk e pa. Por as duke e parë mirë, ai lau Jezusi durt apo nuk i lau, a shef çfarë shohin. E pa mirë që nuk u la, fjala këtu la është baptizo, si pagzimi, nuk i la, nuk i fërkoi durt, edhe në fakt durt nuk lahen me pagzim për ata që besojnë që duhet me për stërpik kështu, nuk lahen durt me stërpikje, lahen me një zhyt në urë me i la mirë. Kështu që i pa që nuk i baptizo, nuk i pagzoi, nuk i lau mirë, nuk i zhyti durt në ujë mirë me i la para drekës. E riti i larjes durëve për farisejt ishte shumë rëndësishëm. Për shkak sa ata e mbanin veten për të shenjtë, siç thash, dhe ata shikonin këtë rit të larje që nuk kërkohej nga ligji. Dhe fetaristat kanë qenë me shtu rituale, me shtu rregulla, çfarë janë rregulla. Me shtu rregulla mbi ata që kërkojnë Perëndia. Dhe i shton me shtu këto rregulla sepse ky rit pastrimi që nuk kërkohej në ligj detyrimisht, ja shtojnë ta jo për higjen. Shikoj, nuk është çështje higjiene. Është çështje ritualistike fetare, për të regu që ata janë shenjtë, sepse kur ata vinin nga jashtë, nga oborri, kanë taku njerëz që janë pa shenjtë. Kanë taku popull, ata e konsiderojnë në shenjtë, ta janë pa shenjtë. Që me marrit veten kur vjen plana që ta pastrojnë veten nga ndikimi, nga prekja, nga ndotja e të jashtëmeve, e botës jashtë, e botës mëkatare, nga kontakti të ndahna, të pastrona, të largohna nga kontakti me mëkatarët. Jo se na bën, se na kap në infekcion, në virusën e gjë kështu, si ishte vetëm pastërtijet. Këto tradita që ata shohin, ishin si pas tyre një gardh, pra ata i shtonin, thonin, shiko, ligji është këtu është ligji. Po puna është që mos ta lajmë na vin shkelja, po mëkat ide të ligji. Që ta shtojmë ta dhemi gardh më lart, shtojmë të rregulla të tjera që kur ta vin problemi, ta nalim te gardhi pa të ligjit. Kështu që kur e kam parandaluar me anë të porta, gabim nuk i lam marrë deri te dera kishës. Kështu që i shtojmë i gardh, i shtojmë të rregulla pa në art të rregulli biblik, që ta parandalojmë. Por vini re Jezusin. Ai sa më pëlqen Jezusi. Çka ka për mos më pëlqyer Jezusi, po më pëlqen këtu kam fjalën se ç'a bën. Shkatron fare. Ai refuzon me qëllim. Ai refuzon me qëllim për të përfshirë në këtë ritual, në gjoni mirë këto që të them pastaj. Me dëshirë refuzon me qëllim për të përfshirë në këtë ritual dhe bën atë hapur. E pan këtë mirë. Jezusi me qëllim nuk e bëri. Gjej shpesh
edhe në mesin ton, kur ju vjen dikush, a shkojnë të dikon, a thirrën dikon, a dalin dikon për i kafa, ne i thot, e bana këtë, do të me e ba këtë, do të me e ba sepse kështu e bajnë ata. Por ti respektu, a më respektoj ai, tash mos mund ta ofendoj. Nuk mund ta ofendoj kështu që me që ai më ka respektuar, ai më ka ftuar në shtëpinë, tash çat baj, ose unë e kam ftuar, ta ofendoj në shtëpinë time, ta ofendoj në shtëpinë e vet, ai më ftoi për kafe. Ai më respektoi. Po në qësë a i të ka respektuar gabim? Po në qësë të ka respektuar me qëllim të mirë, si ky fariseu që e respektoi gjatë me Jezusin, pa e ka respektu për me tregu a është besimtar, me vu, me kuptu a është ky që hiqet. Po në qësë të ka ftu, jo me të respektu, po qësë të ka ftu me të respektu, po mund të ketë respektu gabim, ose të ka respektu si që aja mendon. I sinqert, po i sinqert gabim, a duhet përfshihemon? Kjo s'me detyron mua të bëj diçka që nuk duhet për shkak se ai është duke më respektuar, ta respektoj dhon mbrapsht duke bëj mëkat. Nëse ai mëkaton duke më respektuar mua, të mëkatoj dhon t'ja respektoj bek mbrapa ata për t'ia kthyer respektin se sa ai më ka respektuar. Jo fare. Se çfarë na dallon? Ndoshta ai është duke, ndoshta ai të ka ftuar pikërisht që ftoi fariseun për ta zënë. Edhe nëse t'ia kthen respektin, thotë zopo, çfarë thotë ky si kështu, si ky ka opsion, ka edhe ky. Ka rast, në region, një rast shumë të jashtëzakonshëm, po do të marr kohë për një rast kur mbyll me familjen për një ritual fetar për një qiri, që është një gjë e vogël, por që refuzoi dhe nuk pranoi kurrë si. Edhe pse për të respektuar familjarët, ja, s'do të nalem aty. Mund t'ja thot marrja pastaj në kafe. Ata u tronditën vërtet sepse standardet pseudo të shenjta të krijuara prej tyre, prej njeriut, aq ishin shtusim, me thonë sa që e bën shenjtrinë e vërtet dhe të panjollë të Jezusit, pra ishte Jezusi s'bani as mëkat. Totalisht i shenjt. Po aq shumë e kanë fry këtë fetarizmin e tyre sa e bën shenjtrinë e tij dhe të panjollë të Jezusit duke si e mëkatshme. Po detyrojnë ata që ta imponojnë sa duket sikur edhe ndri shenjt, duket sikur i mëkatshëm. Në fakt, në traditën e tyre tek mishna judain e tjerë këto prashkrimet plotësuese të hebrejve tregoi edhe mënyra se si duhet i laje duart edhe të lahesh pra siç e bëjnë edhe sot hebrejt, por edhe muslimanët kur dojnë mu fal, duhet lahesh të ka një rregull, një mënyrë si ta bësh se ndryshe është e prapranueshme. Duhet mi përvjel durt mirë. Edhe mi la durt dhe fillë hedhja ujit duhet fillonte nga bryli. Jo nga poshtë. Nga bryli që të lahet kjo, pastaj kjo sepse bë me la kështu durt, lan durt këtu, pastaj kur e kthen dorën mbrapa, kjo është pa lamje, vjen kjo ujë pa lam, vjen te kjo lamja. Ka mënyrë se si duhet mu la, si duhet me kenë perfekt i pastruar, që me kenë i pranueshëm rituali. Kanë qef me shtu rregulla, e dojnë edhe me ta imponu pastaj rregullin e tyne, që me ba. Një gjë tjetër në natyrën e fetarizmit është mëkatshmëria e fshehur. Gjë, ka mëkatshmëri ta njerëzit fetar, njerëzit fetarizmit kanë dukje të shenjtë, por kanë mëkat të fshehur apo mëkatshmëri fshehur. Mirërisht thot Jezusi, tretënana, ju pastroni të jashtmen e kupës. Të jashtmen e kupës dhe të pijatës, dukjen tuaj, e pastroni mirë. Ndërsa brendësinë tuaj e keni plot me grabitje dhe me liksi, vini, me plot me grabitje dhe me liksi. Fetarizmi kujdeset të pastroj jashtë, e brenda është të merë. E sa ma shumë duke jashtë, sa ma shumë pastron jashtë, ashtë me pak, ashtë me bosh, ashtë më të keq është mrena. Jezusi jo vetëm që nuk i respektoi, gjëni që vazhdon Jezusi, është i rand pak Jezusi. Jezusi jo vetëm që nuk i respektoi siç prisnin ata, me bën një rit që nuk është biblik, jo që nuk i respektoi siç prisnin ata. Po do ishte mirë në fakt po të ngelte me kaq. Po ai vini re edhe ashtë në shpinë e tyne, çikoj se më thoni po si në shpinë e tij, ai kanë ftu këta për drejt kanë shtëpi tyne. Në shtëpi tyne nuk i respekton fare edhe në fakt jo dhe si se respekton. Ty e mërtur, i sërton shtëpi tyne. Ti i shanë stule, kur them ti shanë, nuk i shanë, pas i themi ne shpreja, ti i shanë stule në gjaba thanë.
për hipokrizinë dhe fetarizmin dhe dukjen e tyre. Dhe i akuzon, është i qartë, i qarton. Sepse pyetja është çfarë më bën kur del mëkati? Unë kam shkuar te shtëpia e njëanit, edhe del mëkat. Çfarë të bëjmë me mëkatin se edhe shtëpia jote? Po nëse ftoj te shtëpia jeme dhe bën mëkat, çfarë të bëjmë kur? Po nëse më fton kafe, çfarë të bëjmë? Çfarë del? Se dikun ka me dal, on shtëpinë time, on shtëpinë tane, on kish, on kafe, on futboll. Në to vende bashkona, kur del çfarë bën? Alma është empatike shumë. Edhe mirë bën se mbron mua se sa herë shkojmë dikun. Por si të ruaj se mi thuaj gjë Andreas mos ma ngacmo. Sa ngacmon më kuptoj pse kur ftem te shtëpia, i kena ftu, dalim kate. Ne jena të dal për shefa, lutem se jena të dal për shef. Vim kish, kena shku me adhuru. Jena të adhuru, këtu jena të adhuru, atje jena për shef, këtu jena na ka ftu, atje kena ftu, këtu jena për respekt, atje edhe për kam met, nuk e di si zgjys budallës, di ku më fol. Aja ban për mirë për më të bësh shaka, pa e kuptojnë çfarë po them. Duhet me fol ku del mëkati. Nuk ka shaka, duhet me fol ku del mëkati. Edhe vini re Jezusin sa fort dhe sa drejt për drejt. Ju që më thoni, thot Jezusi, ju që më thoni mua, laj durt, laj jashtë, edhe vetë jeni la mirë, për i mbrëll i keni la mirë, edhe i keni durt a lat lagme, të i shqinj për zhgun, se i ka në lat lagme, por ju për brenda, çfarë thot, jeni plot, jo pak, jo gjysmë, jo 70%, plot, tu derdh, plot, më thoni laj durt mu për jashtë. Jeni plot me ligësi, me grabitje. Fjala grabitje, kur dikush ndodh grabitja ndodh me forcë, me dhunë, jeni arrogant, jeni dhunshëm, jeni rrjepës, jeni zhvatje. Grabitja është zhvatje, është vjedhje me dhunë. Grabitja nuk është vjedhja, është me vjedh pa të pa. Grabitja është me të hyrë në shtëpi, me të lill, me të vjedh, me ta futur dhe i shpull, me thonë ti more lek çka kemi bën. Grabitje, arroganta, të mërshëm, grabitje. Ligësi është keqdashësi, është poshtërsi, janë qëllim keqas. Në fakt tek Mateu kur flet Jezusi për me ta tek Mateu, sa i rand është te Mateu më i rand. Vargu kapitulli 23:14. Mirë ju skribë dhe farisejnë hipokrit, sepse glabroni vinere këtë grabitjen, sepse glabroni shpinë të vejave dhe për sy e faqe bëni lutje të gjata, përpara shkoni bani si lutje të gjata, pastaj i grabisni vejat e jetim që duhet mu kujdes në mënyrë veçantë ka në syrin të Jezusi kush mi dhjetën vjetë kush mi prek vejat dhe jetimit është si me prek bebe në syrin tim, si me prek bashmua me mbjell mua me vejat dhe jetimat edhe dhe jushat se dhe jetima dhe jushat dhe s'ka kush mi u dalë zot. Shkoni vjelli vejushat 24. Ullheqës të verbës që sitni mu shkojnë në kapërdini dhe ven. 25. Mirë ju skribë dhe farisën hipokritë, sepse pastroni janë në jashtë me të kupës dhe të pjatës, nërsa brenda janë plot me grabitje dhe mos përmbajtje, s'keni vetë kontrol, ju deli të ndim, ju deli më katë me herë e bani, pa përmbajtje, pa vetë kontrol, i lëshoheni të ndimit. 28 kështu edhe ju, nga jashtë duke një si njerëz drejt, nga jashtë duke një drejt, por për brenda jeni plot hipokrizi e paullësi. Një tjetër gjë e fetarizmit, që ka si karakteristik natyrën e tij është budalleku, apo sektësia, apo mos kuptimi në thelb, apo mos dallimi, siç folëm. Njeriu i fetar i mungon kuptimi apo dallimi i vërtet. S'ka perceptim. Ult brendshme në rëndësinë të brendshmes e ngren jashtë, nuk ka proporcionalitet. Ul të rëndësishmen e ngren pa rëndësi, po të ndeni barabar, 50-50, jashtë dhe brenda. Pastër brenda, pastër jashtë. Po të ndeni 50-50, jo. E ngren si jashtëmi, në jo proporcionale, e ul brendshmi pastërtinë. Totalisht e kundërta, totalisht budallek. Jezusi i ofendon, vinere, shkon duke tash e rrit dozën, jo vetëm që i ka sortu i rrugë dhe thash, budallej. O të marri, ofendon. Kur them këtu nuk është të i fundin kuptimin e poshtër e kesë, për kam fjallën është i fort sa duket e rënd. Jezusi i ofendon thot, o të pamend. Edhe kur i thot të jo të pamend nuk është sepse s'din. Ata e din shumë mirë që atë të ligji. A diçka tjetër me dit, diçka tjetër me kuptu. Ata e din, po s'kuptojnë, po s'dallojnë.
ja ulin vlerën së brendshme, kena folë mra me burrat për një temë si tillë, diçka me ditë, diçka tjetër me kuptu, me njoft, me dallu. Ata e ulin së brendshme në rrisin, o të pa mend ju thot, që ju mungon kuptimi shpirtëror, kjo është kuptimi, ju mungon kuptimi shpirtëror. Dini shumë mirë kështu nga ana mendore, por kuptim shpirtëror, logjik shpirtërore, s'keni fare. Ata shqetësohen për çfarë shikon njeriu s'jashtmi. Se si duken s'jashtmi, por nuk shqetësohen se si duken zbrendshmi, se çfarë shef Perëndia. Nuk shqetësohen çfarë shef Perëndia në zemrat e tyre. Budalleku pra ka të bëjë me mos kuptimin e asaj që është më e rëndësishme. Kjo është budalleku numër 1. Budallën, që kur i them budallë, duhet me kenë punë, duhet me kenë kur jon ka dikan smuar te fëmia, te gruaja, te puna. Jo, do shkon tur pi birrave, ja sa budall. Ai nuk ka budall, nuk është budall hiç, më ul me ta më mëçëm se ti. Po nuk budalleku do thotë që nuk i jep rëndësinë çfarë duhet, nuk bën çfarë duhet, ose i jep vlerë çfarë duhet dhe i jep vlerë çfarë s'duhet. Ka të bëjë me mos kuptimin e asaj që është rëndësishme, asaj që kuj do t'i japin llogari. Se shtot Arsi Sproul ka të bëjë me frikën e Zotit apo me frikën apo me nderimin e Zotit. Ata është budalleku ka të lidhë me të bëjë me frikën, ku jep llogari, ke frikë. Merakos është sjashmi nëse ke frikë dhe jep llogari njerëzve. Merakos është së brendshmi nëse jep llogari dhe ke frikë Perëndin. Dhe ka kanë frikë dhe nderim, ka dojnë kush dojnë që t'i nderojnë, dhe kush dojnë që t'i shohin, dhe kush dojnë që të marrin nderimin dhe pëlqimin e kujt këta. Dhe çfarë shohin njerëzit? Perfeksion. Çfarë shef Perëndia? Ligësi e mashtrim, e poshtërsi. Jep një lëmosh atë, thot të dyshën, jep një lëmosh atë që është e brendshme. Dhe çka do të jetë, gjithçka do të jetë e pastër. Ata jepnin vjetën e gjithçkaje dhe të barishteve dhe të mendrës dhe gjithçkaje, duke ja te kaluar ligjit një gjë që nuk e kërkonte ligji, thjesht për të qenë sigurt, për të qenë brenda. Po ndoshta si kërkon më Zoti këto vjetën e barishteve. Kërkon gjithçkaje, po se ka thënë fiks, po ndoshta i kërkon më mirë ti mbrenda, po i çoj edhe barishtet. Ti mbrenda. Ti në rregull. Vjetën e gjithçkaje që s'kërkohet, veç me kanë në rregull. Për çfarë vlere, nëse motivi i bërjes kësaj nuk është për Zotin, po është për njerëzit. Gutin thot, askush s'mund të bëjë një vepër fetare me qëllim vetë vlerësimin, pra bën një vepër fetare, mu vetë vlerësim me vlerësu veten, dhe njëkohësisht ta bëj për lavdinë e Perëndisë, o për njërin apo për tjetrin. Ne duhet t'japim zemrën së pari. Ne duhet t'japim zemrën kur zemra është ku duhet, si duhet, ku duhet, në vendin e duhur. Pastaj edhe jashtmja ka kuptim. Jep një lëmosh pra thot të brendshme, dorëzoni zemrën. Pastroni zemrën. Nëse jep nga zemra e pastër, ajo është e pastër. Leon Morris thot asnjë sasi ujë, kjo është bëhet për pastrimin. Është tajnë të pastru dur, vini re, që është e pastrim, në duke pastruar dur si jashtmet, kur zemrën e kanë të papastër, dhe pastaj e kanë zemrën e papastër, por me zemrën e papastër japin vjetën e çdo barishtjet. Leon Morris thot asnjë sasi ujit. E va marr botin, matematikët janë asnjë sasi ujit e derdhur mbi duart apo trupin e tyre nuk do ta pastrojë një qëndrim të gabuar njeriu të brendshëm. Kur ke mrena e ke qëndrim gabuar, lajo sa dush jashtë. S'ka gjë si të lanë përveç Jezu Krishtit. Okej. S'po jap shembull këtu. E dyta është rezultati i fetarizmit. Pa natyrën, rezultati. Qa vjen, kur je ti fetar, qa prollon ti, qa jep, qa janë prollimtaria jote, qa rezultati. E Jezusi u flet këtu me keqardhje. Me keqardhje të marrë, kur i sheh bashkëdhimin. Bashkëdhjen keqardhje për ta. Jezusi vazhdon fort ti tregoj, ti ekspozoj, dhe tregoj me keqardhje se ku i çon, e cili është rezultati apo gabimi që çon marrja e të jashtme seriozisht apo fetarizmi i jashtëm dhe mos marrja seriozisht me zemrën apo sbrendshëm. Dhe ai shpall 3 mjerime për farisejt në këtë rast, se pastaj herën tjetër do flasim për saducejt, për skribët. Jo për saducejt, për skribët. Dhe këtu fjala mirë
Është një formë, nuk është në formë gjykimi apo hakmarrje, nuk është fjala alas, apo ajo fjala që përdoret te kapitulli 6, thotë mirë ju, nuk është pra, nuk është si më thon këtu është si keqja, nuk është fjalë gjykimit. Është si më thon o me det për ju, o sa kes mirë, o çfarë zgjenje të mjerueshme jeni. Kur ju shoh ju bashkë më vëllëmseni, është një zgjenje e tmerrshme kjo, si mund të jeni kështu. Dhe kërçardhja e parë, thotë spari, është mirë, thotë sepse për mënyrën e dhënit, për mënyrën se si i japin Zotit, është keqardhja që Jezusi ka për ta. Siç e folëm më sipër, ata japin të 10-ën e çdo gjaje. Ja kalojnë ligjin, por lanë mas dorë ata që kërkon ligji. Ligji kërkon gjykimin dhe dashurinë e Perëndisë, thotë aty. Bëni këtë, nuk po thotë mos jepni 10-ën, por me dhënë 10-ën, me thonë që rregulluar është dhe pastaj me lanë drejtsinë, dashurinë për Perëndisë, mos me lanë gjë pa bë. I thotë jepni 10-ën e gjithçkajet për me kuptuar nëse ju të dhënë për mu duk mirë, por leni mas dorë gjykimin, drejtsinë, pra gjykimi është drejtësia, zbatimin e ligjit vërtet, edhe dashurinë. Është vërtet që dhënia pra është e mirë, por pse japin? Fakt te Mateu 23 ku ishin Matei 23, Jezusi është prapë i fortë edhe shton një gjë të vogël, thotë mirë ju skrib dhe farisejnë hipokrit, i thotë pra, dhe mirë dhe hipokrit, sepse ju llogaritni 10-ën e mendrës, të koprës, të barit gjumit, pra çdo lloj barishti të vogël, barit gjumit, me të vund gjuma ajo. Dhe më pas lini pas dorë gjëra të rëndësishme, vini leni më të rëndësishme. Sa kurrën si këto e bani, po leni më të rëndësishme e ligjit. Gjyqin, vini mëshirën dhe besimin, atje thotë dhe dashurinë e Perëndisë te Luka. Vini, këto janë gjërat më të rëndësishme. Drejtësia e Perëndisë, mëshira e Perëndisë, besimi, dashuria e Perëndisë. Çfarë vlerët ka? Çfarë vlerët ka? Sepse ne Perëndia kishte dhënë 10-ën e dhënë popullit Izraelit për çfarë? Me tregu çfarë? Me tregu dashurinë që kanë për Perëndinë, bindjen dhe dashurinë dhe mirënjohjen që kanë për Perëndinë. Dhe kujdesin dhe mëshirën, sepse ma ata lek, kur jepin në tempull, mbaheshin shërptorët e Perëndisë në tempull, levitet e tjerë, dhe ndihmoheshin dhe jushat dhe jetimet. Për shkak dashurisë që kanë për Perëndinë, ata kujdeseshin për tjerët, e jepnin për nderuar Perëndinë, për të bindur, për të besuar, por për të ndihmuar nevojtarët. Çfarë vlerë kanë nëse jep për dukje, kur ana shkallon ligjin, kur nuk jep me zemër dashurinë, zemër dashurinë e Perëndisë, për Perëndinë dhe dashurinë për njerëzit. Keqardhja e dytë është sepse çfarë bëjnë? E bëjnë për status, apo për një dëshirë për të kenë dikushi. Rezultati i fetarizmit, gjënje këtë. Rezultati i fetarizmit është një dëshirë rreme për qenë dikushi, është një dëshirë për të nderuar nga të tjerët për qenë dikushi. Po qenë askushi. Një fetarizëm i përqendruar te vetja. Kjo është një fetarizëm, është fe që i beson vetën. A din çfarë thon kjo? Kjo është fe, ti ke fe, po feja zakonisht është me besu dikon tjetër. Kjo është fe që i beson te vetja. Unë besoj pe i besoj vetes teme. Unë jam më i mirë, unë duhet më nderuar më shumë, unë duhet më kuptu, unë duhet më dallu, unë duhet më një, unë duhet më ken, unë, edhe unë, në fund. Është një fe që ka Zot veten tënde. Ata thotë donin vendet e para në sinagoga dhe rrinin sheshe që kur kalonin njerëzit i përshëndetin me titullin Rabi, doktor i shkencave, doktor i ligjit filan fisteku, o pastor. A e dini që ka këtu pastorë në Tiranë? Unë e kam i natë, i thëmë njerëz nësë më thonë pastor, isha një ditë me i shok kishës tonë. Tu pi kafe dhe ishim të diskutu, atë më thotë, o pastor kështu, i thoshe, mësë më thuj pastor, më falë pastor. I thoshe, o pastor kështu, i thoshe, mësë më thuj falë, më thuj fabi, më falë pastor, shtë ma pastor. O pastor, se jam su goja një kish tjetër, sepse pastori duhet mi thanë me titull. Me titull. Jezus i thotë, mos leni kërkan t'ju thejnë atë, as mësus. Ashtë fatale kjo, që pastori duhet mi thanë me titull, se kur një këtë thënë, vjene të qërtonë, ku i thuti, Fabi, jam pastor, jam.
Moslemi kanë një thirrë as mësues as atë. Japin rëndësi vetës. Ata ulshin në sinagoga, si me thanë podium, duhet më ullë këtu, që mi pa, me dalë për para, me na pa dhe me ardhë, me na respektu, me na folë, me na thanë fjalët. Jo të vish shërbesh gjoj këtë. Jo të vish shërbesh, por të vish edhe vonë, këta vinë edhe vonë. Vinë vonë këta, vinë të fonit këta, që mi prit gjithë dhe me dalu gjithë, të ullë gjithë dhe të vinë këta ta kuptojnë që erdha unë. Kuptojnë? Erdha unë. Që mos filloj shërbesa, ceremonia, pa ardhun, që ta dallojnë se unë jam ceremonia, po se erdha unë këta janë pa vlerë. Wow, atin sa rëndësishëm. Titull, se pa mua zbahet. Këna pas tas kishim një rast i piknikne, e themi rast, edhe shkova ishte shtunë, i tha shkoni ju, imagjinoj unë jam pastori, thon shkoni ju se pikniku bën dhe pa mua. Çdo gjë bëhet pa mua. Tha shkoni pa mua, ishte kishim një shumë dashur toni. U çudit se nuk ishte mundësi më shku, tha, si ka mundësi, si nuk ka në lumë të takimi se se erdha. Po pse? Po çfarë? Po kush jam unë? Dhe i funit mirim është mirimi, s'po them më shumë. Mirimi i tretë dhe rezultat i fetarizmit është që ata nuk dallohen, do dallohen dikur, dallohen ma vonë, po në fillim nuk dallohen nga njerëzit. Edhe është ndikimi i tyre i keq. Për shkak se s'dallohen, sepse duke pa jashtë, ne kena jena sipërfaqësor dhe shohim jashtë kur vjen ky edhe më shaj edhe po. Perëndia më tha. Edhe duke folë në i fjallë shkërësit të madhe, kuptan, thënë, wow, si do jetë ky. Kuptan, shqyqy që nuk e dinë si do jetë haj. Dhe ata të gënjenë, sepse të kanë një si magji, një si duke, një si kaposhlek që i tërheqin njerëzve, se njerëzve kanë qenë, njerëzve janë kultik, njerëzve kanë shku mes njerëzve që bajnë si të meshëm, si të avë, si të përgatitën, si të veshëm, kena në ditë shok tonë, jashtë kishin tonë, që veshën me kostum. Veshën me kostum se veshet pastori me kostum. Në fund e kena shok tonë, po s'do i përmend me emra, këtu shkojnë edhe mu qeth me kostum. Sepse veshet pastori me kostum, se pastori që vesh me kostum i duket se çfarë është pastori. Ata nuk dallohen, edhe mund të gënjejnë njerëz, mund të ketë një influencë të keqe, mund t'i çojnë në shkatrim këta farisejnë që merakosin për pastërtinë e tyre të jashtmeve, ishin burim dotje shpirtërore për tjerë, është burim dotje shpirtërore. Sjellja atyre jashtme, tërheqja atyre që kanë për njerëzit, po i mashtron ata, po i bën të papastër, ndonjë që ti pastroj, po i bën pas ta pastër, se i bën kultik. Sepse pelegrinët çfarë po thonë këtu, se thotë kaca varret, se çfarë ishte të numrat, 9-13 thotë që kur dikush është duke shku me adhuru, edhe shkel apo prek një varr apo një vdekur bëhet i papastër, sigurisht nuk ka drejt me shku në tempull me dhënë flijimin, nuk ja pranon Zoti ofrimin. Po hebrejnë kanë ardhur për të thënë botës për Pashkën, kanë ardhur për Greqijet, kanë ardhur për Italijet, kanë ardhur për çka kanë bën me mijëra kilometra, kanë harxhuar gjithçka, doin me shku në tempull dhe nuk e shohin një varr, kanë vuj varr dikon rrugë të shkolla pelegrinë, nuk kanë një vend, është vend huj. Duke ecë në përpyll dikon shkel një varr që nuk duket. Edhe bëhet i papastër, shkon krejt muni e punë Adam. Thotë jeni si këta varret që nuk shifen, prandaj Mateu 23:7 thotë edhe Maran. Thotë ju jeni si varret, sepse ishte si rregull, ishin kryer rita, çka kanë bën rita. Që mos mu bë dikush i papastër se prek në një varr, i lynin varrën me të bardha, me gëlqjera, që kur e shef se shkelçen gëlqjera që mos më e prek. Thotë edhe Mateu thotë ju jeni si varret, bardha, të lyra me gëlqjere nga jashtë, por brenda jeni kocka dhe qelpsira. Këto ama që sot as janë ly hiç as me tregu bajnë mos mu dallu hiç. Që me hasën ta me të duk si mirë, me të marrën pikë të qafës. Me të marrën pikë të qafës. Bardha nga jashtë, shkelqeni, duke nga jashtë, bukur, duke se të merrni tërhiqni, shkelqeni, rrezatoni, por nuk dalloheni, nuk dallohet që është varr, që të bën papastër, por brenda ka kocka dhe papastërti. O vëllezër, fetarizmi nuk është i mirë. Sepse na bën që të merrna me të jashtmen, por me të brendshmen me elan keq.
Kena pas një gëzim, një shqyqyr këto kohët e fundit, ta shikoj e kishën tonë, sa të bukur ishin. Disa si kam njoft, aq të bukur ishin bënë, se ishin, gati, do të mu prezentu, ti sa bukur që nga, sa të bukur ishin bënë nga jashtë, sa të bukur. Po këtë më rak me 2 ditën parëkërije, kërë na kene me zgjidh kusë me ble fustan, këtë më rak për duke në jashtë, me si në atë rast si kena bërë shumë mirë, dhe shumë bukur, si kur ta kishim 3%, jo, 50, 3%. Më rak për pastërtin tonë, brendshme për duken tonë, brendshme që e shef për endija. Sa shumë, merna me t'jashtmen, e sa pak e sa më rak kena për të brendshme. Sinclair Ferguson thot një shprehje, në një mësim të shkurtër që bën për këtë pjesë, thot farisejnë dikur, pa e perifrazojnë, e kam shku me po du me e perifrazu se dhe më bukur. Farisejnë thot dikur i mori, nuk thot a i shumë e vdishen, thot i iken dikur, si janë shkari i iken dikush. Po patën e rrezik se kur vdishin ata nuk vdish fetarizmi, edhe nuk vdish hipokrizia, edhe nuk vdish ky farisej liku. Kur vdishin farisejnët, vdishin i ditë, po me ta nuk vdish farisej liku. Me ta nuk vdish farisej liku, fetarizmi, dukja e jashtme. E për rrezikun tonë e kemi edhe mesin tonë. Ndaj ti lut na Zotit Krisht, themon, që të na ndihmoj me çështjen e shikimit. Që të mund ta dallojmë kush është Krishti, që të mund ta dallojmë së pari veten. Se sa mëkatar, se sa të padënj, se sa të ndyrë, jemi edhe sa nevojë kena të merrna me shpirtin tonë. E dallojmë të vetmin ai që na lanë, na pastron, vetmi biri që na lanë, na pastron të zbrënshmi prej mëkateve tona. Mos kujdes na vetëm për anën e jashtme, para, na ndihmoj për çështjen e shikimit, po të na ndihmoj edhe për çështjen e pastrimit. Se mas shumë ti e kjo është më rëndësishme vëllezër motra. Ki nevojë që jemi të lartë, pastruar, drejtësuar, shenjtëruar ditë pas dite prej Zotit ton Krisht, që vdiq rrorin gjallë për ne që ishim të mirë, për ne që ishim fetar, për ne që ishim budallënj besim. Dhe ti lut na Shpirtit Shenjtë e Zotit Jezus, na ndihmoj me çështjen e shikimit, dhe të na ndihmoj me çështjen e pastrimit. Le të lutemi. O atë, falënderojmë për këtë pjesë, për këtë pasazh. Kemi nevojë për ty, o Zot, jo një herë, por ditë pas dite. Ki nevojë të na ripërtrish zemrën, na i hapësh sytë, na ndihmosh me shikimin, me miopsinë, me shikimin keqes tonë. Na ndihmo ta shikojmë veten, Zot, sa keq jemi, e pastaj ti ngrejmë sytë të shikojmë Krishtin, të vetmin që na pastron zbrënshmi. Na ndihmo ti, o Zot, me shpirtin tënd shenjtë. Na ndihmo ti rrëfejmë mëkatet tona tani, e ndërsa përgatitemi të kujtojmë darkën tane. Se si ti e theve trupin e derë dhe gjakun, pikërisht për këtë, që këta të mjerë, ti bëjt dashur, ti bëjt pastër, ti bëjt shenjtë, dhe që ty të qoftë nderi lavdia në shekuj të shekujve. Amen.